figure, një përfaqësuesit popullit, e njëjtë me një militant të Facebookut, të TikTokut, pastaj kjo bëhet e dhëmshme. E natyrisht që kjo do të me u ndryshu, edhe unë menoj që kam u ndryshu për arsye që deri tash, so kam biseduar edhe me kolegë që kanë qenë edhe më herët, situata njëjtë ka qenë gjithmonë. Mirë, po kur nuk është përfaq, ka shumë sa tash. Po kur nuk është përfaq për publikun, sa është përfaq tash, për arsye që deputetët gjithmonë kanë, kur kanë dalë në foltore, kundërshtarët kanë kanë ofendu gjatë 5 viteve të fundit. Mirë, po deputeti ka dalë në foltore e ka vazhdu fjalën e tij, për arsye që e ka ditë që qytetari përmes televizionit dhe ndëgjon vetëm atë, nuk i dëgjon të tjerët. Mirë, po shumë e rëndësishme me u shpërfaq edhe kjo pjesë atë qytetarë, me pas për arsye që është kulturë politike. Edhe duhet me po edhe qytetarët e Kosovës se me çka përballet një deputet, një përfaqësues i popullit kur e merr fjalën në foltore të kuvendit. Unë mendoj që është një hap shumë i mirë, i kësaj që e tha që ka më ndryshuar që kjo, që është një hap shumë i mirë që kanë mërri me u shpërfaq kësaj here edhe te publiku veprimet që i bojnë mbrana kuvendit të Kosovës. Paris, tregom drejt, a ka ndonjë politikan që ke frikë me kritiku? Besoj që ata që më ndjekin në rrjetet sociale dhe më kanë përcjell karrierën tam politike prej kur e kam filluar deri tash. S'po flas veç për pushtetin, ashta edhe brenda partisë? S'po besoj që ka ndonjë figurë politike që nuk guxoj me kritiku, për arsye që shumicën me të cilët nuk jam pajtu, unë edhe e kam thënë.